Gazetari pyet: jeni në diskombulatorin e kohëve? Për të shpjeguar për ju që na dëgjoni, termi diskombobulim i referohet një gjendje e konfuzioni, çorientimi ose frustrimi të plot. Përshkruan ndjenjen e paqëndrueshmërisë, çorganizimit ose humbjes së ekuilibrit, shpesh kur dikush ose diçka ju ka shqetësuar. Është pra një fjalë jo formale, disi humoristike, për dike që është i hutuar apo në rëmuj. J.D. Vance përgjigjet: nuk mund të flas për diskombulatorin. Kjo është dosje e super klasifikuar. Gazetari pyet: do t'i publikoni të gjitha dosjet e UFO-ve? J.D. Vance përgjigjet: po punojmë për këtë. Është për të qeshur, por kur erdha fillimisht në detyrë, isha i fiksuar pas dosjeve të UFO-ve. Por më pas fillova të prekupohesha shumë më shumë për ekonominë, sigurinë kombëtare dhe gjëra të tjera. Por kam ende edhe 3 vite si zëvendës president. Do i zgjidh dosjet e UFO-ve, ose do u shkoj deri në fund, e thënë ndryshe. Nuk kam qenë në gjendje t'i kushtoj kohë të mjaftueshme kësaj çështjeje për ta kuptuar vërtet, por do ta bëj. Më besoni, jam i fiksuar pas kësaj teme. Kam disa herë që shkoj në zonën 51. Do të shkojmë në New Mexico. Do ta zbulojmë deri në fund këtë çështje. Por koha e udhëtimit që bëra thjesht nuk funksionoi. Për të thënë diçka më shumë. Por më besoni, kushdo që është kurioz për këtë, i them se unë jam edhe më kurioz se kushdo dhe kam 3 vite për t'i shkuar në thellësi kësaj çështjeje të klasifikuar. Do ta zbuloj deri në fund. Gazetari pyet: pra, nuk keni qenë ende në zonën 51. Disa njerëz thonë se UFO-t i mbajnë në Ohio. E dini besoj, është hangari 18. J.D. Vance përgjigjet: edhe unë e kam dëgjuar këtë, por nuk e di. Nuk e kam shqyrtuar ende. Do të presim. Pam edhe faqen e internetit aliens.gov që do të ketë informacion gjithashtu. Por që unë nuk mendoj se janë alien. Unë mendoj se janë demon. Gjithsesi, ky është një diskutim i gjatë. Gazetari pyet: Barack Obama doli dhe tha: po, alienët janë të vërtet, por ja ku nuk janë. Obamën e pyetën drejt për drejt: a ka alien të vërtet? Dhe ai tha: po, por nuk janë në zonën 51. Atëherë ku janë? J.D. Vance përgjigjet: është një pyetje e shkëlqyer. Mendoj se qenjet hapësinore që fluturojnë përreth, që u bëjnë gjëra të çuditshme njerëzve. Pasi mendoj se dëshira për të përshkruar gjithçka qiellore është e botës tjetër. Këto qenie i kemi përshkruar si alien. Dua të them, çdo fe e madhe botërore, përfshir krishtërimin, atë në të cilën unë besoj, e ka kuptuar se ka gjëra të çuditshme atje jashtë. Atje përtej dhe ka gjëra që janë shumë të vështira për t'u shpjeguar. Natyrisht që shkoj dhe kërkoj, u lumtoj, kur dëgjoj për një lloj fenomeni ekstranatyror. Por pikërisht këtu gjej kuptimin e krishterë se ka shumë të mira atje jashtë, por ka edhe disa të këqija atje në hapësirë. Dhe mendoj se një nga truket e mëdha të djallit është të bind njerëzit se nuk kemi ekzistuar kurrë. Kjo përqasje në prizmin fetar dhe kristian të çështjes, nga ana e zëvendës presidentit amerikan, para disa orësh, është vlerësuar maksimalisht nga miliona amerikanë dhe të tjerë, të krishterë dhe jo, në mbar botën. Mast Channel. Please subscribe.